Gara në listat e hapura të PD-s në Tiranë është kthyer në një përballje të flakt për votën preferenciale mes dy kandidatëve Jorita Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti, ku kryesuese deri më tani është zonja Tabaku. Një tender me vlerë 800 milion lekë organizuar nga Bashkia Cerik është vënë në qendër të vëmendjes në ndryshimet për mungesë transparence dhe favorizim të fituesit. Ndeshja finale në kategorinë U19 mes Tiranës dhe Teutës është shoqëruar me trazira dhe përplasje me sportistëve, tifozëve dhe anëtarëve të skuadrave. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV-Deo. Gara në listat e hapura të PD-s në Tiranë ka posuar një përmbysje, ku Jorita Tabaku ka kaluar në avantazh me 1000 vota përballë Ilir Ali Mehmetit. Dueli për mandatin e votës preferenciale mbetet i fortë, teksa numërimi ka kaluar gjysmën e kutive. Situata në qarkun e Tiranës po ndryshon me shpejtësi teksa numërimi për listat e hapura të Partisë Demokratike po shkon drejt gjysmës, ku deri tani janë numëruar rreth 50% e kutive. Ndërkohë që PD ka siguruar 13 mandate, vetëm njëri prej tyre i takon votës preferenciale, dhe ky është kryer në një duel të fortë mes Jorita Tabakut dhe Ilir Ali Mehmetit. Të dhënat më të fundit tregojnë për një përmbysje të situatës, me Jorita Tabakun që aktualisht ka 11.855 vota, duke lënë pas Ilir Ali Mehmetin i cili aktualisht ka 10.858 vota. Diferenca për rreth 1000 votash ka ndryshuar dinamikën e garës, duke vendosur Tabakun në prag të rikthimit në kuvent përmes mbështetjes së drejt për drejt të qytetarëve. Kjo garë ka ngjallur interes të madh, pasi të dy emrat u lanë jashtë listës së mbyllur të 12 kandidatëve të përzgjedhur nga Berisha, duke e bërë votën popullore vendimtare për fatin e tyre politik. Tabaku me një profil të konsoliduar teknik dhe parlamentar, duke se po korr frytet e angazhimit të saj ndër vite. Ndërkohë Ali Mehmeti, i njohur për tonin qytetar dhe qëndrimet kritike, vazhdon të gëzojë një mbështetje të gjerë, por në këtë fazë mbetet pas. Me numërimin që po shkon drejt 50% të kutive, gara mbetet ende e hapur, por aktualisht balanca anon qarta si nga Tabaku, një rezultat që jo vetëm përcakton një mandat, por edhe drejtimin që demokratët duhet i japin të ardhmes së tyre politike. Numërimi i votave në Shkodër ka sjellë surpriza, pasi Bars Pajia ka siguruar një mandat nga votat preferenciale, duke lënë jashtë kuvendit emra të njohur të Partisë Socialiste si Edona Bilali dhe Frog Gjini. Nga ana tjetër, pasoja në Shkodër nuk ka marrë asnjë mandat nga listat e hapura. Procesi i numërimit për kandidatët nga listat e hapura në qarkun e Shkodrës ka prodhuar zhvillime të rëndësishme, duke futur në kuvent Bars Pajin nga Partia Demokratike dhe duke lënë jashtë emra të njohur të Partisë Socialiste si Edona Bilali dhe Frog Gjini. Nga 405 kuti votimi, janë numëruar 404 dhe rezultati është pothuajse i konfirmuar. Qarku i Shkodrës ka ndarë mandatet në këtë mënyrë: 5 mandate për Partinë Demokratike, 4 mandate për Partinë Socialiste, 2 mandate për Partinë Social-Demokrate. Nga të gjitha partitë, vetëm Partia Demokratike ka arritur të sigurojë një mandat përmes votave të preferencës, duke futur në kuvent Bars Pajin me 9414 vota. Ndërkohë Partia Socialiste nuk ka arritur të sigurojë asnjë mandat përmes listës së hapur. Kjo ka bërë që të mbetet jashtë Edona Bilali, ish deputete dhe kandidate e promovuar gjerësisht, si dhe Frog Gjini, një tjetër kandidat i PD-s në këtë qark. Lista e plotë mandateve sipas partive në Shkodër: Partia Demokratike 5 mandate, Luciano Boçi listë mbyllur, Kliti Hoti listë mbyllur, Greta Bardeli listë mbyllur, Ramadan Likaj listë mbyllur, Bars Pajia listë hapur 9414 vota. Partia Socialiste 4 mandate, Mariana Koçeku listë mbyllur, Onit Bejleri listë mbyllur, Xhenis Çela listë mbyllur, Buja Rexha listë mbyllur, jashtë me Edona Bilali dhe Frog Gjini kandidat nga lista e hapur. Partia Social-Demokrate 2 mandate, Tom Doshi listë mbyllur, Sabina Jorgo listë mbyllur. Rezultati konfirmon ndikimin e listave të hapura në përzgjedhjen e deputetëve, por edhe në dërgimin e një sinjali të qartë për mënyrën se si votuesit po filtrojnë përfaqësuesit e tyre politik. Futja e Bars Pajis në kuvent dhe lënia jashtë e Edona Bilalit përbën një nga zhvillimet më të spikatura në Shkodër. Në zgjedhjet e 11 majit, Agron Mala, ish gardisti i 21 janarit, është patur rilindasi më i votuar në mat me mbi 12.000 vota preferenciale. Pasoja ka përmbysur balancat në Dibër, duke siguruar 3 mandate, kundrejt 2 të opozitës. Partia Socialiste ka arritur një fitore të rëndësishme në qarkun e Dibrës, duke siguruar 3 mandate dhe përmbysur balancat elektorale në dëm të koalicionit opozitar, të drejtuar nga Sali Berisha. Në kuvent, PS do të përfaqësohet nga Blendi Klosi dhe Alma Selmani, të zgjedhur nga listat e mbyllura, si dhe nga Agron Malaj, i cili siguroi një mandat përmes votës preferenciale, duke renditur kandidati më i votuar në qark me 12.492 vota. Nga ana tjetër, koalicioni PD-ASHM siguroi vetëm 2 mandate në këtë qark, të cilat i shkojnë Xhelal Mziut dhe Denis Avatës, të dy nga listat e sigurta.
Jashtë kuvendit mbeten kandidat të njohur si Përparish Sfaiu me 5346 vota dhe Xhelal Gjungshi, i cili mori 4586 vota. Bashkia Cërik ka zhvilluar së fundmi një tender me vlerë 800 milion lek për rikonstruksion rrugësh, që është fituar nga kompania e Arbër Abazit, nipi të ish-deputetit socialist Sadri Abazi. Tendri është vënë në qendër të dyshimeve për mungesë transparence dhe favorizim të kompanisë fituese. Një tjetër tendër i dyshim të dhënë nga një institucion lokal po ngjall reagime. Bëhet fjalë për një kontratë me vlerë rreth 800 milion lek të vjetra me TVSH, dhënë nga Bashkia Cërik për rikonstruksion rrugësh. Sipas dokumentacionit të siguruar nga redaksia jon, fituesi i tenderit është shpallur Bashkimi i Operatorëve Ensal SHPK në pronësi të Santiliano Hoxhës dhe Aleco Impex Construction në pronësi të Arbër Abazit, nipi të ish-deputetit socialist Sadri Abazi. Tendri mban këtë numër reference dhe është zhvilluar me procedurë të hapur. Fondi limiti përcaktuar nga Bashkia Cërik ishte 69.269.000 lekë të reja pa TVSH. Oferta fituese ishte 66.165.000 lekë të reja pa TVSH, vetëm pak më ulët se fondi limit, duke ngritur pikpyetje për konkurrencën reale në këtë procedurë. Më shqetësues është fakti se sipas dokumentave të tenderit, në garë morën pjesë 5 kompani, 3 prej të cilave ofruan vlera ndjeshëm më të ulta se sa fituesi. Megjithatë, oferta e bashkimit ku përfshihet kompania e Arbër Abazit të shpallur fituese, pa argumente publike bindse mbi përzgjedhjen. Arbër Abazi është tashmë një emër i njohur në rrjetin e përfituesve të tenderave publik. Vetëm në vitin e fundit, ai ka fituar një numër të konsiderueshëm tenderash nga institucione të ndryshme shtetërore, duke u kthyer në një nga përfituesit më të mëdhenj të parave publike, përmes kompanisë të tij Aleco Impex Construction. Ky tender i fundit në Cërik nuk bën përjashtime dhe ngre dyshime për favorizim dhe mungesë transparence në përdorimin e fondeve të taksapaguesve. Megjithëse procedura është klasifikuar e hapur, duket se rezultati ka qenë shumë i parashikueshëm. Pas përfundimit të procesit të votimit, gazetari Ermal Mulosmani ka bërë një reagim të gjatë në rrjetet sociale, duke quajtur opozitën e cila i humbi zgjedhjet e 11 majit si një parti qaramane dhe e plakur, e cila ka nevojë për reformim total. Sali Berisha mori atë për të cilën kishte hyrë. Ai kishte hyrë për t'i humbur zgjedhjet dhe për të legalizuar partinë. Të dyja këto i arriti. Lista e kandidatëve të PD-s fliste qartë më shumë se çdo fjalë në takime. Duan vetëm besnik, qendrështar në momente të vështira dhe njerëz të paaftë. Ishte bashkë e kundërta e vitit 2005, kur mori gjithë kundërshtarët e tij me emër për të përballur e fituar. Në fund të fundit, humbja nuk do të ishte e tij, humbja ishte e popullit të opozitës. Këtë e kishin kuptuar të gjithë, përveç militantëve. Grumbulli i Berishis që nuk pranon të ndezë motorin e mendimit, sigurisht ishte me shpresa të mëdha e të pashuara. Ata ishin si flamurtari në luftë, nuk dorëzohen kurrë, as mbas humbjes. Por përtej tyre, njerëzit kishin filluar të merrnin masat e veta, me që Berisha e mori bajrakun e vet dhe do ta ndaj me Mulin, Vokshin, me Lisën dhe Erisën, e jo me njerëzit që kanë ide dhe vota, le ta mbaj. Ata kishin dy rrugë, e para ishte si milingona pundore që do të mbledhin vota për eunukët intelektual të Berishës, në listat e hapura si Sejman të Sejmanit, ose të dilnin e të përpiqeshin për vota. Rruga e dytë ishte ku e ku më e vështirë, por sigurisht më dinjitioze se sa e para. Dhe formuan ushtritë e tyre të vogla me vuajtje, përpjekje, sharje e mallkime berishiste. Një herë një kohë, kur dikush fliste kundër kandidimit brenda PD-s, të gjithë i vërsuleshin, pse nuk krijon partinë tënde ti, e të shohësh sa të vlen lëkura. Kur krijon partinë të thonë, çon ujë te mulliri Edi Ramës, je krijesë e tij. Në fakt në mullirin e Edi Ramës çoi ujë Berisha që i largoi. Njerëzit kanë ambicie, nuk pranojnë të jenë zarre të një Sejmani si Flamur Noka. Nëse përfundojnë aty, ikin, sepse mendojnë që janë më të aftë se aq. Po ai vodhi Edi Rama zgjedhjet. Unë nuk e di se nuk jam në terren, po të supozojmë që i ka vjedhur totalisht. Ka vjedhur 400.000 vota në çdo zonë elektorale, në çdo qytet, fshat, lagje, shtëpi, i ka bler përmes favoreve, pensioneve, faljes së gjobave e 1.000 mekanizmave të pushtetit. Ka bërë masakrë elektorale. Po, fajtori kryesor i kësaj masakre është Edi Rama. Po ç'do të bëjmë? Të qahemi, viktimizohemi, të ankohemi te ndërkombëtarët, të mendojmë se dikujt do t'i vijë gjyna për ne? Qaraman prej 12 vitesh, të nënshtruar, ankues, akuzues, besnik pa kushte dhe zhurmaxhinj, i marrin njerëzin atij që mendon ndryshe. Bëni pra diçka, fjalët nuk pinë ujë më. Militantët vuajnë arrogancën e pushtetit, mungesën e një vendi pune, vështirësinë e biznesit, shfuqizimin e hapur të krahimizmit, mungesën totale të një pushteti sado të vogël. Bëni diçka për ta, ose lironi vendin dikujt tjetër. Unë votova kundër Berishës me bindje të plot. Do ta bëj sa herë të kem alternativë të vetme një parti dogmatike, të plakur, eunuke, qaramane dhe viktimizuese. I vetmi dëshpërim që kam për këto zgjedhje është që partitë e reja, të gjitha, nuk morën mandatet e merituara.
Me mundime të mëdha, morën 3-4 deputet me zemër në dorë, nuk duhet të dekurajoni kurse si, përsa ko Partinë Demokratike e udhëheqin dogmatik, ignorant e servil, njerëzit do të praktisin çdo herë më shumë. Presioni i tyre do të reformojë atë parti dhe ndoshta mund të krijojë kushtet për një frym të re. Kjo është një përpjekje për të bërë diçka, shkruar nga Ermal Mulosmani. Finalja e kupës U19 mes Tiranës dhe Teutës është shoqëruar me tensione dhe konflikte mes lojtarëve, stafit dhe tifozëve, teksa përballjen e fituan dursakët me rezultatin 2-1. Dhuna rikthehet sërish në futbollin shqiptar, këtë herë në finalen e Kupës së Shqipërisë për moshat U19, e zhvilluar mbrëmjen e dishme në shtëpinë e futbollit. Pas fitores të Teutës ndaj Tiranës me rezultatin 2-1, situata doli jashtë kontrollit, duke u shoqëruar me përplasje fizike mes lojtarëve të dy ekipeve. Pamjet filmike tregojnë se në sherr janë përfshirë jo vetëm futbollistët, por edhe anëtarë të stafit dhe tifozë të pranishëm. Ndeshja u vendos nga dopjeta e David Dermiçanit për Teutën në minutën e 57-88, ndërsa për Tiranën shënoi vetëm Valentin Përgjoni në minutën e 93. Fatkeqësisht, epilogu i finales u shënua jo nga sportiviteti, por nga skenat e dhunës. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.